partnerit. Po pëlqen beqaria? Po pëlqen beqaria, pse? Sepse unë jam prind jetën e përditshme, po më pëlqen beqaria për dy punë. E para nuk e kam atë stresin ku me kon jetë qa po bëm, pse pe këshyr, kush po të këshyr, dhe më thonë, jam i po shumë për ati stresi, edhe e dyta është që ende nuk e kam pa vetën në shtatë pjekt, në mënyrën e botës për me bashkëtu me dikanë. Si mundet me qenë që ti e prind edhe po thonë nuk e kam pa vetën alat pjekt, kurse këtë djali këtoj cili shumë i ri, mendon që është shumë i pjekën për një martesë. Çka ndodhen kështu? Është mpytje, çka është mpytje? Dashuria? Është çështje emocionale, jo, është çështje emocionale. Unë më shumë është çështje emocionale. Ky hala është, na them, hala ka mizat e para dashurisë, hala ka mizat e para tjetës së një çifti, edhe kur fillon edhe ky me më bë prende, fillon edhe ky mi pas disa obligime tjera shtesë, thotë lehmër që s'ka kapu kjo punë se. Po është mendimi jam, si mund të bëkon edhe kapu, që greki është bashkë prend vetë edhe. Unë e menoj që thë Kika halo si e marrë në atë farë, do me thonë s'ku mujtë me arrit halo me rindërtu një lidhje për shka ku je, qka je të kje, pse pe shkon aty. Unë në fakt nuk e kom pasur këtë problem me Olën, se tash mo dihet kush është, me nonën e Amarës. Kur s'këna pas problemet e gjelozisë. E këna besu njëni tjetër të shumë. Nështë i nga konë dy tipa që jena kalit me jetën, a kupton edhe kina njoft njëni tjetërin në ftyrë. Nuk do me thonë që për shkak një lidhje që ke pas ma herët, më në të mendojë dhe apet gjelozia. Grek, ti shumë shpesh flet për ish partnerën tonë dhe për nanën e qikës, e flet me admirim. Zakonisht flet me shumë admirim. Marrëdhënia juaj është kriju në një shoqëni. Shumë është e saktë. U kriju shtu pa plan heq. Ju më konë, e këmë taku një shok në Dorës, tani më shështë njëtë përbashkë, u konë edhe Ola të prezent, edhe një nga lidhë, kështu e këna pas një lej kontakti shumë të thjesht, e këna ndru atër Instagramin, atë që u konë atë ku, Instagramin u konë. Dhe mas një ku, tu full, erë deri të martesa, që u konë diçka që se ku menu kur që ku me ndodhë. Hiq kur. Se ke mendu në herë që ke mu martu? Ja, asë një herë. E kur je martu, a ke mendu që ke munda? Jo. Nuk e ke mendu? Më falë që për ndërpër janë t'i gurë, unë këmë pasë dhe lidhje tjera ma herët. Dihet, publikë. Bile thonë që ke qenë shumë djali bukur, e t'ka ndash qikar shumë. E vërtet është. Edhe po si adoleshent në atë kuave, din menje masia pak e si më konë stabil. Dere motë që dihet edhe të kjo lidhja e fundit, si më konë stabil me vetën. Sa lidhjet më dhaja i ki pas, a fat gjate? 2, 4, 6, 3, me martesën apo pa martesën? Me martesën. Mirë, sa ka qenë jetë gjatësia ma madhe? Kokërish, sa kohë ka qenë mas gjati me dikant? 6 vjetë u konë. 6 vjetë mas gjati. Edhe pse më kanë konsideru në atë kohë, sinqere që pëcejke dhe vetë si një aventurierë. Po kur e këmë, po... Mu më kanë kalzu njerëzit që i vajzat kanë nga mas te edhe të kanë dash shumë. E vërtet është, sa që edhe sot pishë